Live from Tirana. Live from Tirana. Jemi bashkë në studio me kreun e lëvizjes bashk, Arlin Qori. Vazhdojmë me bisedën për atë që ju përfaqësoni dhe për atë që ju synoni të përfaqësoni dhe të drejtoni në të ardhmen, nëse do të ketë zgjedhje gjithmonë. Ju, Endri Shabani, Adriatik Lapaj, jeni me të vërtet të rinjt e varfër që dëshironi të ndryshoni Shqipërinë apo të rinjt e varfër, në thonjza, që dëshironi të pasuroheni? Unë se di si janë zotërinjt e tjerë në jetën e tyre personale. Unë vetë nuk jam i varfër, i përkas stresës mesme. Tani jam pedagog. Po shisni një jetë si të varfër. Jo, përkundrazi. Unë thjesht them që marr autobusin. E bëni duke postuar një video që të prishet makina, e bëni duke thënë që stresës mesme i prishet makina, edhe e ka vështirësi kur vjen në rrugë. Por në raport me të tjerët që dalin në media dhe synojnë të drejtojnë poste ndryshme të këtij vendi, jeni pra modest. Shumë modest, se ndoshta termi varfër është jo i dur. Njëri stresës mesme dhe modest. Përdorni shumë pak veshje. Nuk e di ju a kanë evidentuar, a e bëni me kask këtë, apo keni edhe ju një staf apo keni një staf PR-ash nga mbrapa që ju sugjerojnë të dilni me më pak këmisha. Stafi im i PR-it është i me shoqe. Madje e cila të kam kontrolluar të mundur që të më vesh ose të kontribuoj në sa më mirë në veshjen time, mirë po unë jam çik nopran. Edhe po e bën qëllimisht për të dukur si i thjesht publiku, është strategji? Nuk intereson kuptimin. Mendoj që gjërat e rëndësishme janë ndryshe. Kur unë nxora një postim tjetër në Instagramin tim që nesër kemi zotin Qorin në Live from Tirana, më thonin shumica që ore, populli i thjesht më thoshte këtë, jo elitar, jo niveli elitës. Ore, si pretendon ky të përfaqësoj Bashkinë Tiranës, ku në total ka dalë me 2 këmisha, 3 këmisha në gjitha studiot televizive, në gjitha aktivitetet e tij politike dhe efektivisht sa kohë këmisha është e larë, i komplet në rregull. Është i vetë detyrim që mendoj se ka ndaj të tjerëve. Gjithsesi ka vështirësi që kam çik më shumë se 2-3. Mi po prap në kuptimin e paraqitjes imazhi për të drejtuar një institucion? Unë mendoj që jo. Mund të jetë në kuptimin e, sepse institucioni do njerëz ndershëm, kompetent, filozofishëm me kështu me radhë. Njerëz me salltanete mbase në fusha të tjera, domethënë ku diun të artit mbase të dimensioneve tjera të jetës publike. Unë jo të besoj për edhe përjetoj të pëlqen mënyra si stilohen ministrat e kabinetit Rama, shumë veshin brenda disa për tyre. Nuk i kuptoj, se janë ato brenda? Janë aq larg këta nga njohuritë mia dhe nga jeta ime, saqë unë as e kuptoj. Nuk e njeh fare? Nuk e kuptoj, jo. Domethënë, mund të kem dëgjuar 2-3 kështu, po as. Për shembull, ti nuk e di çfarë është një rip Hermes? Jo. Si një fare këtu brenda realisht? Jo, betohem që jo. Është një rip që shumë i holl zakonisht e vendosin gratë këtu, kushton 1000 euro. Unë nuk e di ku i gjejnë parat ata politikanë që lejnë kaq shpesh gjëra kaq shtrejta. Po ajo çfarë unë dua të di dhe publiku të di është që mos ndoshta dhe ti je një aneks i vogël i qeverisë Rama? Po si e lidh këtë me veshjen? Jo, pyetja, domethënë sepse ka një perceptim në publik. Nga veshja tek. Po ja, të ta them këtë, me që po më thoni që nuk e di ku gjejnë lekët, pra akuzat të drejtë për drejta për qeverinë aktuale të këtij vendi, ka një perceptim publik që edhe ju gjithashtu jeni i blerë nga Rama. Perceptim publik? Perceptim publik në komente, pra tani unë thash nuk jam elita e gazetarisë shqiptare. Nuk kam marrë studime, unë popullin përvaqësoj. E kupton dhe populli thotë lexova aty në Facebook që thonë që ky Arlindi është i blerë nga Rama dhe del kote bën aktivitete. Lexova 1 milion vet që thot populli. Po tani nuk ka rëndësi edhe spaku, nuk ka 1 milion vet, po një dosje, një prokurori mund të të fusi në burg. Nëse mund t'i përgjigjem tani me çik me seriozitet. Jo, me shumë seriozitet. Se e di çfarë nuk shkon këtu në sens logjik është që kaq vite duke bërë këtë gjë, 12 vite në mos gaboj? 12-13, domethënë po bëhet gati 15. Gati 15. Në janar bëhet 15. Po ora ku i gjen lekët? Lekët për çfarë? Lekët për të mbajtur lëvizjen bashkë. Ma nxirr pak foton regjia të lëvizjes bashkë. Jo, s'ka gjë, ma jemi përgjigje ndërkohë. Nuk është në një foto, thjesht jeni ju atë. Lëvizja bashkë në momentin që është themeluar, mbahet me kontributet e keni ju fakte për këtë? Patjetër. Na kontrollon KQZ-ja çdo vit. Japim gjithçka nga kontrata e qerase, gjithçka tjetër. Unë lë prej gati 15 vitesh lë një pjesë të rrogës time që dikur në organizatën politike, patjetër,
edhe të gjithë anëtarët e tjerë, deputetë Sa Redi është Muçi. rroga juaj? Nuk është Rroga ime 7.000 euro. është rroga ime si pedagog universiteti neto, tani bruto duhet ta shoh, neto është diku te 1.100.000 lekë të vjetra. Po ju dalin këto për të kontribuar në jetesën tuaj, në familjen tuaj, kontribuoj diku te në partinë tuaj. 10% të rrogës time, kontribuoj dhe si unë kontribuojnë shumë të tjerë. Dhe shpenzimet tona janë jashtëzakonisht minimale. Keni thënë që minimale. kontribuojnë dhe të huaj shqiptarë që jetojnë jashtë. Patjetër. Nga diaspora, sidomos në fushatat zgjedhore, kemi kontribute të mëdha sepse e kanë më të lehtë. Domethënë keni shumë zyra? 50 euro një në Tiranë, një në Tiranë kemi, edhe mos gaboj një në Fier, edhe një në Durrës të vogël. Domethënë që mbahen me kontributet kanë anëtarë të tjerë të lëvizjes bashkë, se ju nuk e lini të dalin në as media, se vetëm ju shohim. Kur ju t'i ftoni, ata do vinë me gjithë qefi. Po që si fton njëri. Jo, ja pse nuk i ftojmë, sepse nuk i njohim. Pra, më shpjego pak mua, kush janë anëtarët e tjerë? Unë si e di as emrat. Po ju duhet të njihni për shembull Redi Muçin duhet ta njihni sepse sot është deputeti më i mirë deputet në parlament. Ka pasur dhe akuza për Redin, po do kalojmë. Jo, ka pasur. Nga Ender Shabani, po do kalojmë pak më vonë. Përveç Redit që është në parlament, që e vrasë me pagesë. Më thuaj pak kush janë të tjerë dhe pse ju nuk reklamoni? Dhe a është i implementuar kulti i individit në partinë tuaj? Jo. Nuk është, se kam parë kështu aktivitetet tuaja që ka foton tuaj në pankarta. Të tjerët janë, tani mund të bësh 4 pyetje, po do më lësh ti përgjigjem të katërt. Po thuaj. Jo vetëm të fundit. Po kjo është forca politike pra. Redi Muçi është deputeti ynë, deputeti më i mirë i Kuvendit të Shqipërisë, e keni parë besoj në ndërhyrjet e veta në seancat e fundit. Mirela Ruko është sekretare organizative, është edhe këshilltare bashkiake e Tiranës, po ashtu do të thosha këshilltare më e mirë e Këshillit Bashkiak të Tiranës. Tjerët janë aktivistë profesionistë të fushave të ndryshme, mund t'i merr edhe një nga një me radh, por nuk besoj se na del koha. Ne nuk kemi kultin individit. Ja, pra, që ju nuk keni qef të promovoni të tjerët? Po jam nga mbrapa është Jani Marka, pedagog, njëri jashtëzakonshëm edhe i mirë përgatitur. Mbrapa aty është Kristian Zotov, Vitori Çipi. Gjithë njerëz që kanë profesionin e tyre dhe kanë një histori të gjatë aktivizmi, madje her pas here edhe kanë dalë, po marr vetëm këta që kanë dalë në media, her pas here. Ne nuk kemi kulti individit sepse nuk besojmë te kulti individit. Jemi në marrëdhënie tërësisht barabarta dhe të respekti reciprok me njëri tjetrin. Sigurisht që kur ka fushata zgjedhore, për faktin se Lëvizja Bashkë ka qenë parti e re dhe vazhdon të jetë parti e re, ne kemi përdorur imazhin tim për të treguar, do të thënë për ta, si thua, bërë më të qartë se cila është Lëvizja Bashkë, por këtë gjë e përdor çdo parti në botë, domethënë kuptimin. Po pse nuk zgjedhet ju një kandidat tjetër? Ju keni profesionistë aty. Kishit urbanist apo jo, arkitekt. Keni disa fusha të ndryshme që nëse merr Bashkinë e Tiranës, do t'i vendosësh në pozicionet e duhura. Pse nuk shpallet një kandidat tjetër, me që ju nuk fituat 2 vite më parë në zgjedhjet e Bashkisë Tiranë, nuk fituat as shumë vota në zgjedhjet e disa muajve më parë. Varet si e përvuzon shumën. Sa shumë ose sa pak. U kthyem parti parlamentare dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe në zgjedhjet e kaluara duhet t'ju kujtoj që unë nuk isha i pari në listën e më fokuso të pyeta lutem, pse nuk zgjedhni përfaqësues tjetër për të kandiduar për Bashkinë e Tiranës? Zgjodhëm në 11 maj një përfaqësues tjetër për të qenë në Parlamentin e Shqipërisë, që është gjë më e rëndësishme. Pra, bëhesh deputet është kjo. Jo, nuk është gjë e vogël, thjesht deputeti i Kuvendit të Shqipërisë. Po dhe Enver Hoxha i shpërndante disa gjëra, po në thelb ishte ai. Jo, mos harro, Enver Hoxha ka qenë përveç sekretar partie, ka pas gjitha kryeministër, ministri i jashtëm, i mori gjitha në fillimet e veta. Ndërkohë që sot ne gjithë diskutuam me njëri tjetrin dhe arritëm përfundimin që rezultatin më të mirë ne mund të arrinim që do isha unë kandidat për kryetar bashkie, sidomos në rastin kur zgjedhjet do të bëheshin shumë afër. Pra, zgjedhjet do të ishin afër, kështu që për të maksimizuar rezultatin, vendosëm që të isha unë kandidat për kryetar bashkie. Edhe sepse kam përvojë në këtë punë, e njoh mirë qytetin, edhe kam administruar dhe ju administroni dhe ju pallatin e ku jetoni se Florbina? Jo, unë kam studiuar shumë mirë qytetin, siç kam studiuar edhe administrimin në përgjithësi, për shkak të profesionit. Se Florbina i tha kam eksperiencë se administroj pallatin ku jetoj. Po më vjen ç'të them unë. I lumt që ka atë eksperiencë. Unë nuk e kam atë eksperiencë, nuk e kam administruar ndonjëherë pallatin, por ama njoh mirë shkencën administrative, njoh mirë edhe qytetin e Tiranës, edhe kam dhe përplot ide. I kemi ndërtuar së bashku në Lëvizjen Bashkë se si mund të përmirësohet ndjeshim jeta në qytet. Pra, ju po më thoni që në një popull që nëse nuk i del rroga ikën nga puna dhe nëse nuk paguhen prishin marrëdhënie të gjitha me radhë, dhe ju realisht më thoni që jeni kaq shumë idealist dhe besoni kaq shumë te parimet tuaja sa që afro 15 vitesh ju dhe anëtarë të tjerë të Lëvizjes Bashkë rrini aty pa burime të mëdha financiare dhe ju nuk jeni të blerë nga asnjë forcë politike? Po, sepse secili nga ne bën një punë tjetër. Po për çfarë e bëni? Sepse na përmbush. Po si ju përmbush kur ju nuk keni fituar për 15 vitesh? Pra kur prisni të përmbushen është ideja.
kemi arritur të, si thua, ndërgjegjësojmë shoqërinë, kemi arritur fitore të pjesë. Mos harro që si lëvizje, si parti politike jemi themeluar në 10 dhjetor të 2022, kështu që më herët ka qenë një aktivitet, le të themi, lëvizje, më pak formal, edhe më pak politik kuptimin partijak të fjalës. Shiko, të jetosh për ideale, të jetosh për parimet e së drejtës, të krijosh një komunitet njerëzish solidar dhe të barabartë me njëri tjetrin, është vërtet vetë përmbushje, dua sugjeroja ta bëni dhe ju dhe do më jepni drejt po të ishit pjesë. Po ju besoni në koshient që edukimi politik në Shqipëri mungon? Po kjo është një arsye më shumë për të Si pretendoni ju ta fitoni këtë betejë? Përmes shembullit, Dhe nuk po flas vetëm për betejën e Bashkisë së Tiranës. Kjo është një nga. Dhe kjo është arsyeja pse për ditë antarësohen shumë qytetarë në lëvizjen bashkë na shohin, na vlerësojnë dhe duan të jenë pjesë e këtij komuniteti. Ju jeni të çuditshme. Mund të ftoj një ditë të vish me ne pa u bërë antarë, të vish vetëm na shohësh. Edhe besoj do ndryshosh mendim. Okej. Qartë. Pra, përfundimi është që nuk jeni, pak në këtë më thonë që nuk jeni të blerë, pra nuk jeni të financuar nga asnjë. Sigurisht që jo. Po jo, se realisht me rakosëm se e ke parasysh shqiptarët, pra shqiptarët në një dasëm shkojnë, edhe thon sa lek bëri mishi, sa lek bëri fustani, sa lek bëri lokali. Pra dhe këtu lind pyetja inocente për një naivi. Ore kjo organizat prej 15 vitesh, ku i gjen lekët më vëlla? Pra me çfarë paguan këtë qëran? Po gjithsesi, okay, po zgjedh të besoj. Të shpjegoj. Po paguaj me kontributet e antarëve tanë. Do hapni një GoFund, një llogari bankare se shta Florbina për fushatën? E kemi. E keni. Po e kemi që prej ditës për të themeluar lëvizja bashkë edhe ne marrim çdo muaj, kemi kontribute nga antarët dhe mbështetësit tanë që sigurisht do depozitohen dokumentet dhe depozitohen në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Por pos politikës ju bëjnë komplimenta? Jo, do të thënë nuk kam parë të tilla ose pak nuk kam parë shpesh. Okej, si pedagog mbase, do të thënë kuptimin e profesionit në aspektin fizik po them. Jo, vetëm nuk është se u avë shumë veshin. Si? Nuk është se u avë shumë veshin, edhe nëse i bëjmë, nuk më tërheqë ajo. Po nuk besoj se ka shumë vend për të bërë komplimenta mua nga pikpamja jo politike dhe jo profesionale. Nëse do më lejoje se jam edhe i përkas të gjinjes mashkullore, dukeni simpatik. Po mirë, të falenderoj, s'ma kanë thënë shpesh këtë gjë. Falenderoj. Dukeni vërtet simpatik, edhe me nuk dëgjon njeriu në jetë. Po ja, kjo është për mirë, kështu që çdo gjë ka një herë të parë, siç keni edhe ju parimet tuaja në lëvizjen politike që bëni. Kam dhënë disa parime gazetareske pavarësisht që nuk jam elita. Domethënë mund të duhet pak punë dhe ndoshta këtë mund ta bëja unë, mund më afroje si gjë nëse fiton zgjedhjet për të bërë kryebashkiak i Tiranës, që domethënë nëse do më lejoje të ndihmoja në po kam përshtypjen që çdo në imazh shumë kohë. Mendoj që do ishte më mirë, pra pak më shumë stil, pak më shumë po shkoj humbur pastaj nga gjëra të tjera, këtë hall kam. Nga studimi, nga takimi me njerëz, nga organizimi. Nuk e di pse ka një gjë që nuk më bind që ju këtë gjë e bëni qëllimisht, pa okay. Se edhe pedagog, edhe kreu i lëvizjes bashk me të njëjtat atlete edhe në studiet e zonjës Duma dhe tek studiet tjera edhe këtu. Në fakt sot kam një palë atlete të tjera. Dhe kjo nuk është studios, por nuk është se kam shumë sigurisht. Gjajnë shumë. Se ju pash me detaj. Tjetra janë zeza, kështu që do të kjo s'është tentativë për t'ju vendosur në sikletë, edhe unë me rrogën time për Modestin në Top Albania Radio jetoj. Por përkundrazi, thjesht dua të hetoj. Shkollaj të bësh gol me penallti për veshjen time, sepse jam është qëllimisht ka dhe nga ata që e humbin seri manaj, po gjithsesi mund ta rifitojnë prapa, se kështu që dhe ju gjatë intervistës nëse të duk se golën penalti mund më bëni gola të tjerë në vazhdim. Nga gola që pranoj me kënaqësi super. Shkojmë në pak reklama dhe është shumë mirë që gazetarët t'ju sjellin, t'ju servirin personazhe të ndryshëm që nuk keni mësuar t'i shihni si zakonisht, pra të dalin pak nga zona e komfortit. Rikthehemi pas pak në program.